Rikthimi i Eglit në shtëpinë e Big Brother VIP duket se ka shkaktuar pak kënaqësi tek shumë nga ndjekësit e formatit, përfshirë këtu edhe familjarët e gjestit. Në një postim të bërë së fundmi në Insta Story-n e tij në një shkrim të gjatë, thuhet ndër të tjera se personazhet e rikthyer në shtëpi po përpiqen ta arrëzojnë gjestin, të përdorur ato çka kanë parë jashtë. I mbyllur për më shumë se 150 ditë, pa qasje në botën e jashtme, pa e shijuar luksin e thashëthemeve apo gjykimin e turmës, pa e ditur çfarë mendon bota që nuk ndjen as duar trokitjet e atyre që e duan, por e as për buzjen e atyre që nuk e duan, por sërish e ndjekin në çdo lëvizje tij. I vi njerëz që kanë pasur fatin të dalin jashtë, të mbushen me informacione të freskëta, e t'ia servirin ato të përzgjedhurat për ta thyer, për ta arrëzuar duke nxitur të dyshojë te vetja dhe të humbas busullën e lojës. E megjithatë ka ende fuqinë të shndrojë gjithë këtë presion në burim force të pashtershme. Nëse ka një fitore që është më e vështira në të gjithë historitë e Big Brotherave është kjo. Kjo një fitore që vjen gjithmonë me brohoritje, por ajo që vjen pasi ka kaluar në përhumnera, kur gjithçka ka punuar kundër tij pa asnjë dritare të hapur, pas një dorë të shtrirë, por vetëm me një shpirt që refuzoi të mposhtet. Kjo është një fitore që nuk kuptohet nga të gjithë, por peshon më rënd se çdo gjë tjetër, thuhet ndër të tjera në një postim.